që tu mrapa meje nuk janë ato tunelet e Enver Hoxhës që po i zbulon Blendi Fevziu, po është Skënderbeu edhe e kanë mlu. Edhe u boni debati madh në Shqipëni, që besa edhe në Kosovë, pse u mlu Skënderbeu. Reagoi edhe Edi Rama me një postim në Facebook, tha që është mbulu për shkak që po doj kanë në Francë, në Paris, me bo një sikur ky këtu, edhe thajna t'ja marrë para mosat. A mbindi nuk mbindi. Dhe me pëse dush me mlu m'ja marrë para mosat bustit, edhe te ke funit qaj që e ka boa, muzeua, kush dhe quft. A nuk i ka dikun para mosat, veç du t'me mos fizikishta? Nëjse, konspiracionistat edhe spekulantet po thujnë që e kanë shef muslimant për shkak të muajit Ramazanit. Që ky debat vazhdimisht përsëritet, se edhe kur dalin me fol Bajramin musliman që të nshesh, e qesin një farë perde që aty edhe gjithë ka vend për debat. Që kjo e para, edhe dyta, që është qëni me që ku kanë qitë këtu, edhe dyta ta shtani tjetër që gjithashtu është diçka në mes paranojë dhe fakteve, ka të bëjë me një ndërtesë që po bëhet në qendër, edhe e cila po duket pak si Edi Rama ndërtesa. Na kundërshtarët e Edi Ramës kanë njerë shumë, si më thonë, edhe në Luga na duket Edi Rama, që kështu në ndërtesën. Pra, që kjo është menu pak, mas e në sheshin Skënderbeu, është menu pak mu duk si Skënderbeu. Me këshiru Allah, po duket pak si Edi Rama. Po nashta more Edi Rama duket pak si Skënderbeu. Nuk e di. Erdha në Shqipni. Për zgjidhje interesante. Ambienti është i bukur. Që edhe një herë bjo vallëzoj Skënderbeun, që tu mrena. Bashkia e Tiranës ka nisur zbatimin e nisë për vendosis statujës së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriotin në sheshin që mbon emrin. Okej, në sheshin që mbon njëjtin emrin Lozën 19 kryeqytetit Paris. Ky projekt fol bashkëpunimit e frytshëm me kryetarin e Bashkisë Paris zonja Anne Hidalgo, ka për qëllim forcimin e lidhjeve kulturore ndërmjet dy vendeve për promovimin e lira historike të kombit shqiptar. Statuja do të jetë në prodhim i veprës ikonike Andrea, e cila u përuar në 68 për shënuar 500 vjetorin. Okej.